E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lili, pikërisht këtu në kanalin në Monitor TV, për të ndarë me ju një dinamik që në fakt po ndodhen brenda shtëpisë së Big Brotherit. Ka nisur lufta mes Selinës edhe Inës. Ju e dini shumë mirë, Selina nuk e mirëpriti Inën që në natën e parë kur Ina e hyri brenda shtëpisë, sepse Selina e quan një akt të tmerrshëm që të futesh brenda një shtëpie me synimin dhe qëllimin për të ndarë një çift. Debati ka qenë jashtëzakonisht i lartë në Verandë, do me thënë sot le të them ka qenë dita e plasjes së debateve, kur vllau i madh vendosi që të sjellën edhe një zarf të zi, ku Selina ka këtë bindjen, por Ina ka një bindje tjetër. Ina thot që unë kam hyrë brenda këtij formatit, as nuk i gjeta të lidhur, as nuk i gjeta të ndarë, dhe unë ka 2 ditë që kam ardhur dhe ju nuk më mirëprisni. Ndërsa ti, i drejtohet Selinës direkte, po flen me një burr të martuar dhe po dëshiron të bësh ndarjen e këtij burrit të martuar. Dhe Selini kthehet, unë flej me burrin e martuar sepse e bëj këtë gjë për lojë, nga që ka qenë përzgjedhja nga vllau i madh dhe unë respektoj lojën. Tani, Ina, si që duket, është një konkurente që vetë banorët, me qëndrimin e tyre, me luftën që i kanë shpallur realisht për të mbrojtur Selinën, do ta fuqizojnë jashtëzakonisht shumë në lojë. Do të thoni pse. Si zakonisht, banorët që më së shumti janë të fuqizuar në formate të këtilla janë banorë të cilët brenda asaj shtëpie kanë qenë të vetëm. Dhe Ina sot në të gjithë debatin që u bë jashtë, Ina ishte tepër e qëndrueshme dhe shumë stoike në gjëra që ajo thonte. Dhe goditja që bëri drejt Selinës, që në fakt Selinës i kishte ngelur hatri shumë që Ina ja ka thënë këto fjalët, i kishte dhënë Selinës një mesazh tjetër. Teksa po rinte Selina në verandë dhe po bisedonte me Mirin, i tha që ma tha këtë gjën. Do me thënë, Selin tani ulet edhe mendon se si shikohem unë jashtë. Jam Selina që dua të ndaj një burr të martuar, apo jam Selina që dua të bëj një lojë brenda. Do të thënë, është krijuar një lloj dinamike brenda kësaj shtëpie dhe e shoh që Ina është shumë e drejtë për drejtë në raport me këto banor. Por gjithsesi dua të marr mendimin tuaj. Mendoni që kjo zëng do të sjellë një luftë edhe më të madhe?